Qendra e hemodializës në Rahovec, e cila nga 1 janari vitit 2026 do të jetë zyrtarisht në menaxhimin e Spitalit të Përgjithshëm Isa Grezda në Gjakov, është përforcuar sot me 6 punëtorë të rinj, staf infermieror dhe mbështetës. Sipas drejtorit të këtij spitali, Hilmi Shala, shtimi i kapaciteteve ka për qëllim rritjen e cilësisë së shërbimeve dhe mbulimin sa më efikas të nevojave të pacientëve që trajtohen në këtë qendër. Sipas planit të funksionalizimit të hemodializës në Rahovec, pra që është përgatitur nga Ministria e Shëndetësisë, nga 1 janari vitit 2026, kjo qendër do të kalon në kompetencat në menaxhimin e Spitalit të Përgjithshëm Gjakovës, dhe në kuadër të planit edhe ne si spital jemi duke i bërë përgatitjet për që ta marrim në menaxhim këtë qendër. Kemi kemi bërë rekrutimin e stafit i cili do të punojnë në këtë qendër, dhe ne do të kemi takimet e vazhdueshme me menaxhmentin e Spitalit të Prizrenit dhe qendrën e hemodializës në Rahovec, në mënyrë që gjithçka të kalon në mënyrën më të mirë në menaxhim të Spitalit të Gjakovës nga janari i këtij viti 2026. Ai tha se deri më tani pacientët e Rahovecit janë detyruar të kryejnë shërbime në Prizren, por funksionalizimi i kësaj qendre do të lehtësojë ndjeshëm qasjen dhe trajtimin për ta. Hapja kësaj qendre ka ndikuar shumë për mirë për pacientët për shkak se shkurtohet koha udhëtimit, të cilët e kanë bërë këta në Spitalin e Prizrenit. Tani dhe gjithë pacientët e komunës së Rahovecit do t'i marrin këtë shërbim, do ta marrin në qytetin e tyre, është për të mirën e pacientëve. Në fund, drejtori Shala theksoi se stafi i ri është i përgatitur profesionalisht dhe se shërbimet që do të ofrohen në këtë qendër do të jenë në nivelin më të lartë.